Shoqëria Rajonale e Ujësjelljes Kanalizime e Qarkut Shkodër realizon një ndërhyrje në qytetin e Pukës, ku grupet e punës bën të mundur në zonën e frigoriferit në afërsi të lagjes Zezaj zëvendësimin e rrjetit të amortizuar të ujësjellësit. Kjo situatë problematike vjen prej vitesh, ndërsa kishte kërkesa të vazhdueshme të banorëve për të ndërhyrë në këtë zonë. Sipas përgjegjësit Xhoni, ky tubacion shërben për furnizimin me ujë të pijshëm për 20 banorë në zonën e frigoriferit. Për shkak të problematikave që kena pasur her pas herë në rrjetin e ujësjelljes kanalizimit tonë lagjen ish frigoriferi, qytetin Pukë, si pasojë e amortizimit të tubacionit e vjetër, në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Ujësjelljes Kanalizimit Shkodër, jemi të bërë të mundur zëvendësimin e tubit komplet linjes, i cili është rreth 100 metra linear. Kjo linje furnizon rreth 20 familje me ujë të pijshëm. Në Bashkinë Pukë janë 1820 abonentë që kanë kontrata me Shoqërinë Rajonale të Ujësjelljes Kanalizime të Qarkut Shkodër, për të cilët tashmë kanë nisur ndërhyrjet për riparimin e defekteve dhe zëvendësimin e rrjeteve të amortizuara të furnizimit me ujë të pijshëm.